Falenderoj mitropolitin dhe vllajin tim bashkë me shëtar për fjalët e ngrohta dhe dua të shpreh falenderimin për gjithë anëtarët e sinodit, të cilët më kanë mbështetur dhe kemi qenë së bashku vazhdimisht. Vetëm duke qenë bashkuar ne mund të kemi sukses. Një shtëpi e ndarë, thot Ungjilli, nuk qëndron dot. Asnjë shtet i ndarë nuk qëndron dot. Vetëm të bashkuar ne mund të qëndrojmë e të kemi sukses. Po që të jemi të bashkuar duhet të kemi disa gjëra. Së pari, një respekt madh për çdo njeri, edhe për njëri tjetrin. Së dyti, duhet të promovojmë e të nderojmë të gjithë paraardhësit tanë, sepse kisha ka një vazhdimsi. Nuk është përpjekje e individëve të veçantë, po është një bashkësi, është një trup, thot Shën Pavli. E nëse një gjymtyr vuan, gjithë trupi vuan. Nëse do i shikojmë kishën me këtë sy, padyshim që do kemi respekt të madh për gjithë paraardhësit tanë. Midis tyre do donja të përmendja kryepiskopin e ndjer Anastas, i cili i dha kësaj kishe kaq shumë gjëra. E do e përmendim vazhdimisht, e do e falenderojmë, sepse nëse humbasim falenderimin, do humbasim edhe bekimin. Ata gëzohen lart në qiell nëse kisha jonë ka sukses. Edhe kisha do ketë sukses nëse ne kemi falenderimin në shpirt, që falenderojmë Perëndin, e falenderojmë gjithë ata njerëz me anë të cilëve Perëndia e bëri të mundur ringjalljen e kishës tonë. Ditët e përkujtimeve të ndryshme për vjetorëve janë dhe ditë reflektimi, duke menduar, e duke medituar, e duke falenderuar gjithë ata njerëz të njohur e të panjohur që kanë dhënë një kontribut shumë të madh që kisha jonë të ringrihej. Detyra jonë sot që ta vazhdojmë këtë gjë, secili sipas mundësive të tij, po me të njëjtën frymë, me frymën e dashurisë ndërmjet njëri tjetrit e me frymën e të vërtetës. U falenderoj edhe gjithë besimtarëve, jo vetëm të Dioqezës Tiranës, po të gjithë Shqipërisë, që kanë qenë pjesëmarrës në kishë, kanë dhënë kontributin, kanë mbështetur kishën dhe besoj që vazhdimisht do vazhdojnë ta mbështesin, sepse kisha nuk u përket një grupi njerëzish, qofshin ata dhe episkopët, i përket të gjithëve. Çdo antar i kishës ka përgjegjësinë për sigurinë dhe për ruajtjen dhe lulëzimin e kishës. Është shtëpia jonë e përbashkët, ose si thonte një shenjtë i madh, jemi të gjithë në një anije. Nëse mbytet anija, mbytemi të gjithë. Prandaj dhe çdo i krishterë ortodoks në territorin e kishës son ka përgjegjësinë për të kujdesur për kishën. Jam i gëzuar për pjesëmarrjen e madhe sot që është këtu dhe uroj që Perëndia të na japi të gjithëve forcë, mençuri e deturi që trashëgimin që kemi nga ata që ishin para nesh, kryepiskopit Anastas, mitropolitit Ignat, mitropolitit Dimitër, madje edhe të tjerët më para, martirët e shenjtë që dhanë jetën për të mbrojtur besimin, për të ruajtur identitetin, për të ruajtur gjuhën e për të ruajtur kishën këtu. Jemi mirënjohës ka shi të gjithëve atyre, sepse kisha, siç përmenda pak më parë, nuk e shikon si individ veçantë, siç e shikojnë shpeshherë politikan e pushtetar, sikur historia fillon me ata. Kisha ka një vazhdimsi, sepse është trupi i Krishtit, dhe çdo gjymtyr ka vlerën e saj. Asnjë nuk është i tepërt në kishë. Të gjithë janë të nevojshëm, po secili sipas aftësisë. Siç thot Shën Pavli, ka shumë mënyra të ndryshme, talente. Njëri të jepet kjo dhuratë, tjetri jepet dhurata tjetër, po gjithmonë duhet të jetë e njëjta frymë. E kjo është fryma e dashurisë për Perëndin, për dashurinë me njëri tjetrin dhe për të ruajtur unitetin e kishës tonë me çdo kusht. Ju uroj të gjithëve gëzuar dhe për shumë vjet. Jo vetëm për vjetorin, po gjithçka tjetër që kemi ne.